Një prej projekt vendimeve më të diskutuara në mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkiak të Vlorës për muajin mars ka qenë ai pikës 3 në rendin e ditës për disa shtesa dhe ndryshime në buxhetin e Bashkisë së Vlorës për vitin 2025. Drejtori i Drejtorisë së Financave në Bashkinë Vlorë, Kozma Mali, sqaron se disa prej arkëtimeve të bashkisë përgjatë muajit dhjetor, por edhe të ardhura nga grantet të papërdorura më parë, fonde që janë gjeneruar prej tyre do të rialokohen, duke u përdorur më pas në investime në qytet. Fondet e trashëguara nga viti 2024 do t'i bashkangjiten fondeve të miratuara me VKB numër 111 të datës 27/12/2024. Në këtë VKB do të shpërndahen fondet e trashëguara nga viti 2024, të cilat ishin të aprovuara në vendimin e Këshillit Bashkisë numër 100 të datës 29/12/2023 me shtesat e ndryshimet e bëra gjatë vitit buxhetor. Fondet e trashëguara vinë si rezultat i arkëtimeve gjatë muajit dhjetor, ku administrata e bashkisë ka arktuar taksa dhe tarifa vendore nga të ardhurat e veta sipas planit të miratuar, të cilat janë rakorduar me degën e thesarit gjatë muajit janar. Gjithashtu janë rakorduar dhe grantet specifike dhe grantet e pakushtzuara, të cilat rezultojnë të papërdorura si më poshtë. Granti i pakushtzuar në 1000 lekë 380.072. Të ardhurat të papërdorura 1.107.837 në 1000 lekë. Grantet specifike 158.548 në 1000 lekë. Pra në total janë për të rishpërndar 1.646.457 në 1000 lekë. Bashkëngjitur janë tabelat ku ne mendojmë si administratë e bashkisë të shpërndajnë. Një pjesë e këtyre fondeve të papërdorura janë për të shpërndar për projektet e vitit 2024, të cilat janë tenderuar. Një pjesë e tyre kanë marrë vetëm një situacion dhe ngelet për të marrë situacione të tjera përfundimtare. Por sipas Atir Doxhës, rialokimi fondeve në këtë kohë, kur jemi futur në kohën e fushatës elektorale, përbën një shkelje të rëndë të vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili parashikon që të mos ketë investime në kohë fushate. Sa i përket pjesës së alokimit të fondeve, normalisht ne kemi nxituar këtu edhe në këtë këshill për të bërë miratimin në një mbledhje në Mosgaboj deri në datën 11 janar në Mosgaboj. Pikërisht sepse ne kemi kaluar lekët e përmbytjes, sepse ne futemi në një fazë e cila quhet fazë zgjedhore dhe çdo shpenzim tjetër që zhvillohet sa i përket financave të pa planifikuara, siç është rasti Giro d'Italias për shembull. 6 milion lekë të re, 60 milion lekë. Unë nuk e di çfarë do bëhet me këto 60 milion lekë, se s'kemi asnjë shpjegim. Çfarë do bëhet me këto 60 milion lekë? Por janë bërë to sikur janë karamele. 60 milion për 65 për website-in, 60 milion për Giro d'Italia, 36 për instalacionin. Këtu po ikim domethënë 200 milion lekë sikur janë karamele. Janë lekë të qytetarëve, nuk keni asnjë shpjegim, një përveç kësaj jeni në shkelje të ligjit. Si do alokoni fonde ju dhe vlera financiare për t'i ardhur në ndihmë bashkisë apo ndërmarrjeve në varësi të bashkisë, kur ne kemi rënë dakord gjithë së bashku që deri në datën 11 maj kishim të drejtën që të bënim përcaktime financiare. Tani ky është, sot jemi data 27 mars. Ju keni ardhur përsëri me idenë për të alokuar fonde për një veprimtari e cila nuk ka qenë planifikuar. Pra, disbursoni 60 milion lekë të tjera. Për drejtuesen e Drejtorisë së Turizmit në Bashkinë e Vlorës, Arlinda Tepelena, disa prej investimeve që do të kryen nga këto fonde të rialokuara kanë qenë të parashikuara në buxhetin e këtij viti. Tepelena tregon edhe për instalacionin I Love Vlora, i cili do të vendoset në lungomare, që sipas saj do të ndërtohet me materiale rezistente, duke i shërbyer denjësisht qytetit, ndaj është përcaktuar kjo vlerë për të. Në fakt, ky instalacion bashkë me preventivin ishte i paraqitur ditën që u kalua dhe u miratua projekt buxheti vitit 2025. Pra në të njëjtën formë, në të njëjtën mënyrë ishte i paraqitur dhe atë ditë. Por, duke qenë se diskutimet zgjatën, nuk u arrit që të shikoheshin ZMZ të gjitha investimet që ishin parashikuar të Drejtoria e Turizmit. Po ju sqaroj nga ana teknike se me çfarë materiali është i bërë ky instalacion. Nuk është instalacion i zakonshëm as me peçikllast dhe me drita. Është një instalacion i përhershëm që do i mbetet qytetit me vite të tëra, sepse është material metalik që do të marrë lyerje specifike kundër ndryshkut, kundër prishjes nga koha dhe prishjes nga goditje të ndryshme. Sepse vetëm një instalacion i tillë mund t'i shërbejë denjësisht qytetit. Për Gjergj Nikën, rialokimi fondeve dhe investimet e parashikuara duhet të realizohen në përfundim të procesit zgjedhor. Nika propozon që të gjitha këto investime të realizohen
pas datës 11 maj. Mund të vendose, sepse nuk ta lejon ligji i KQZ-s 4 muaj para zgjedhjeve, 11 janar, 11 maj nuk duhet vendosësh asgjë. Të diskutimet e tjera janë të gjitha pa vlerë. Të 3 ato rrugët që ka dhënë zotëria që ishin prioritet, dhe ato 2 që keni vënë të reja, dhe rritja e kësaj vlere nuk duhet diskutuar fare, nuk duhet ju hyjmë detajeve. Në maj, në mbledhjen e majit 2025, kur mbarojnë zgjedhjet të tjera, atëherë do vazhdojmë të bëjmë diskutime. Të gjitha diskutimet janë pa vlerë. Të rihiqini të gjitha ato zërat, të kalojmë pjesën tjetër, ta mbaroj drejtore se nuk po flas më një. Të rihiqini zërat, të rihiqini çfarë keni vënë tepër, hajde t'i përmbajmë buxhetin 2024 që kemi miratuar dhe mos të dalim jashtë ligjeve dhe jashtë gjërave tjera. Nuk lejohet me ligj të bësh asnjë veprim më shumë apo më tepër, qoftë edhe 1 cent. Një përgjigje për këtë argument e ka nga Dorian Demiri, drejtori juridik në Bashkinë e Vlorës, i cili sqaron edhe ligjërisht vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Demiri thot se KQZ ndalon investimet që kanë ndikim politik në zgjedhje për subjektet private apo kandidatët, por jo ato të cilat janë të përjashtuara nga këto ngjyrime dhe i shërbejnë qytetit. Normalisht është një marrëdhënie e gjithë veprimtaria përpara fushatës zgjedhore, është një veprimtari e cila rregullohet nga kodi zgjedhor. Dhe praktikisht në zbatim të kodit zgjedhor, KQZ-ja ka nxjerrë vendimin numër 9 të 2020-s, ku parashikohen të gjitha veprimtaritë ndaluara, mënyra e financimit të tyre dhe mënyra se si do të përshëndohet për verifikimin dhe kontrollin e tyre gjatë kryerjes veprimtarive. Normalisht po ta shikosh në kuptimin e ngushtë VKM-n vendimin e KQZ-s presupozohet ose në dukje i bie që pushteti vendor dhe pushtetet lokale të pezullojnë të gjithë veprimtaritë e tyre. Normalisht qëllimi patjetër që është miratuar, qëllimi i të gjithë vendimit që kanë nxjerrë KQZ-ja është të gjitha veprimtaritë që kryen të mos kenë ngjyrime politike apo të jenë në funksion të një partie politike apo të një kandidati të caktuar. Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, diskutime ka patur nga këshilltarët edhe për fondet që do të përdoren dhe do të vendosen në dispozicion të Giro d'Italia që do të zhvillohet në Vlorë më 11 maj. Përgjigja për këtë çështje të diskutuar është dhënë nga kryetari i Bashkisë Vlorë, Ermal Dredha. Dredha në fjalën e tij thekson rëndësinë e këtij aktiviteti, teksa sipas Dredhës, fondet e vendosura në funksion të Giro d'Italia do të përdoren për aktivitete, por edhe mirëmbajtje të segmenteve rrugore dhe angazhim të punojësve për këtë event madhor, promotor më i rëndësishëm i Vlorës dhe turizmit në qytet. E para një nuk duhet politizuar gjithë ky proces. Ideja është që ky është një eveniment që njerë ndodh të paktën nga ky 30 vjeçari i fundit që po flasim, pra nga 90-ta deri më sot, 34 vite, 35 vite, kam përshtypjen që të gjithë duhet ta kenë krenari që po bëhet një event i tillë. E para është një event që ndiqet në gjithë botën, 200 vende të botës do ta transmetojnë live këtë aktivitet, nuk është gjë e vogël. Është një praktik në fakt që është vendosur nga organizatorët, po flas për Giron e Italisë, që ta aplikojnë me shtetet tjera. Është aplikuar në shtetet tjera, ne kemi bërë atë kërkesën tonë, kemi aplikuar dhe shqyr që kemi fituar. Pra në kuptimin që kjo nuk është diçka që ka të bëjë me të majtën apo me të djatën, ka të bëjë me gjithë Shqipërinë, se ne mundojmë të promovojmë Shqipërinë si destinacion. Sa i përket pjesës së 60 milionshit është shumë pak. Është shumë pak sepse normalisht ka dhe angazhim, qoftë logjistik, po qoftë edhe për të krijuar evente për gjatë gjithë, po themi, itinerarit do të bëhet për këtë aktivitet, që fillon që nga, po themi, që nga Teatri Petro Marko, kap gjithë klubin e Vlorës, shkon në Imar, kthehet nga Llogaraja dhe përfundon pastaj me rrugën e Radhimës dhe përfundon te Lungomare. Tani jo, një sekond. Jo. Tani se nuk do të bëj fushat këtu sepse do ta marrin sikur bëni premtim. Më dëgjoj, ta mbaroj tyrti. Dhe ideja është, ki parasysh që gjithë ky itinerar duhet të ekspozoj diçka edhe pak të rregullt në gjithë aspektin e vet, sepse janë dhe kërkesa nga organizatorët. Mos e mendoni që ne thjesht u zgjuam sot në mëngjes dhe themi do shpenzojmë kësaj lekë se duam ne të shpenzojmë. Absolutisht, sepse 60 milion lekë të vjetra nuk janë asnjë gjë për sa i përket feedbackut që ne marrim apo të mirat që ne marrim nga ky lloj promovimi. Në përfundim të gjitha diskutimeve, ky projekt vendim është miratuar me 27 vota pro, 4 kundër si dhe 1 abstenim.